Selam aleikum. Aleikum selam. Banor të xhenemit do të ketë shumë. A ka mundësi të na tregosh një përjetim që do ta përjetoj xhenem liu? Allahun e lutim që të na mbron nga zjarri i xhenemit. Amin. Edhe atij që Allah ja cakton që të hyjë në xhenet, me të vërtetë kjo është një humbje shumë e madhe. Për përjetimeve që do t'i kenë banorët e xhenemit është ndjenja e pendimit. Do të pendohen për çdo gjë që kanë bërë në këtë botë. Edhe do të ndodhë disa herë një lloj dialogu, bisede me rojen e xhenemit me melekët që e ruajnë xhenemin. Dhe në një prej tyre do të kërkojnë që Allahu t'u lehtëson për një ditë dënimin që e kanë në zjarrin e xhenemit. Përgjigjja e melekëve do të jetë: a nuk ju erdhën të dërguarit e Zotit? Kjo është një lloj mesazhi që na drejtohet neve, që sot akoma kemi afat, akoma kemi mundësi që ti marrim këto porositë të pejgamberëve të Zotit, që ti zbatojmë dhe në këtë mënyrë të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit. Ato të thonë po na vinin, por përgjigjja e tyre na vinin të dërguarit e Zotit implikon apo tregon se ata nuk janë përgjigjur në thirrjen e pejgamberëve të Zotit dhe nuk e kanë shpëtuar vetveten nga zjarri i xhenemit, duke u munduar që të bëjnë vepra të mira dhe të largohen prej mëkateve që Allahu xhallahu ka ndaluar. Pastaj melekët do të thonë: ju bëni dua, por ta dini se duaja e jo besimtarëve është vazhdimisht në humbje. Domethënë nuk ka dobi nga e lutja. E kotë është, nuk ka. Prandaj kjo ne as që mundemi ta paramendojmë çfarë ndjenje kanë këto njerëz që dënohen në xhenem përgjithmonë. Është një ajet ku Allahu xhallahu thotë për me lehtësu vetveten dhimbjen nga pjesët e tjera të trupit, do ta vendosin fytyrën, këtë pjesë më të ndershme të krijimit të Allahut subhanahu wa taala në zjarr, vetëm me qenë që t'ia lehtësojnë dënimin nga pjesët e tjera të trupit. Allahu na mbrojtë dhe na ruajt nga zjarri i xhenemit. Amin ya Rabb.